Luis Hasa vazhdon të jetë një protagonist absolut në këtë edicion në Serie B, ku ka gjetur veten me fanelën e Carrarezës, duke treguar se jo rastësisht cilësohej si një nga talentet më të vlerësuar në futbollin e moshave në Itali. Sulmuesi i cili braktisi të kaltrit zyrtarisht 2 javë më parë dhe ka zgjedhur të luajë për Shqipërinë, ishte edhe sot protagonist në ndeshjen që Carrarese fitoi me shifrat 3-1 ndaj Specias. Hasa ishte si zakonisht titular në këtë duel dhe la shenjën e tij duke dhënë një asist për golin e rezultatit 3-1 për ekipin e tij. Në minutën e 63 të duelit, ai lëshoi një asist perfekt nga e majta në shtyllën e dytë, ku Abuso nuk gaboi, duke shtyrë sferën në rrjet. Ky ishte asisti i 4 në këtë kampionat për Hasën, i cili ka shënuar edhe 5 gola gjatë sezonit, duke ndihmuar Carrarezën të shkojë tashmë vetëm 2 pikë larg zonës së play-off për ngjitjen në Serie A.